Përshëndetje, shenjë dashit, këtu Zodiac Oracle, e diel dhe sot, si gjithmonë parashikimet e javës fillojnë ditën e diel, kështu që si çdo javë jemi këtu të analizojmë në njëri paret e kësaj jave të re. Ju uroj me të vërtet jetë e mbarë për ju, me edhe pse do të bëni pak kujdes, me thënë drejtë brenda kësaj jave, kujdes me njerëz të rinj që takoni, kujdes biseda që mund të bëni të rëndësishme rreth ekonomisë, financave, transaksioneve, investimeve, gjërave të tilla, sepse nuk mund të them që rezultati është i shumë prituri, kështu që me kujdes për sa i përket këtyre gjërave, sido që të jetë në parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle i keni gjëra të shumë të detajuara për secilin djetë ditë tuaj, kështu që jeni ende brenda kohës, brenda muajit mund të shkoni të konsultojeni me ato çka janë thënë aty. Për sa i përket pastaj, nuk e di, seancave private, nëse ta themi kështu, atëherë mund të më kontaktoni në numrin WhatsApp, më shkruani aty 069 640 2290. Mirë, pastaj të shohim dita e hënë çfarë ka për ju. Dita e hënë po jemi në një iluzion. Kujdes nga çfarëdo gjë mund të duket e bukur. Çfarëdo gjë ju ngrë në futurim mbi në ajër, sepse pastaj mund t'ju plotësasi përsëri në tokë. Do të kujdes iluzionet, kujdes mashtrimet, kujdes çfarëdo gjë që ju duket shumë e bukur, nuk është e vërtet. Keni besim tek induita juaj. Në përgjithësi do thosha për sa i përket ditës së hënë, kujdes nga mashtrimet, gënjeshtra dhe kujdes ndoshta këto mashtrime, këto iluzione, jeni duke ja ushqyer ju vetes tuaj, kështu që do më bëni shumë kujdes në lidhje me këtë pjesë. Sa të mbaroj, do me thënë, kjo efekti kësaj gjëje, ose mund të kuptoni ditën e hënë që diçka e keni bërë gabim, diçka nuk keni treguar siç duhet, dhe ose të kujdesum sa duhet, dhe do dali ai gabimi, pra, që ka lidhje, mund të ketë lidhje ose me financat, ose me një vendimarrje tuaj në një kohë të shkuar, ose ndoshta me një person që gabime keni futur në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju jep mundësinë të ndryshoni jetën tuaj nëse doni. Ndoshta jo në mënyrën se si ju e prisni, por që për shumë prej jush tregohet qartë dhe duket qartë që jeta juaj po ndryshon, jeni apo si jeni juve gati për të ndryshim, ose shumë të tjerë e kuptoni tashmë që për ato gjëra që kishte menduar dhe doni të ndryshonit në jetën tuaj, pavarësisht se sa kaluat, pavarësisht se sa patët probleme, tani është momenti të gjeni rrugën tuaj. Është ditë e bukur për sa i përket rishqyrtimeve që kanë lidhje me ekonomi dhe me financa, por që jo veprim të menjëhershëm. Në përgjithësi të thosha mbyllet një kapitull dhe fillon një kapitull i ri në jetën tuaj, por keni parasysh që tash në fillim fati ju do. Megjithatë keni parasysh që gjërat nuk do vinë ashtu si i doni ju. Do vinë në një mënyrë që mbase nuk do ju pëlqej, por që do jetë më e mira për ju. Është orientim, okay? Do të them është orientuese dita e martë, ju tregon që fakti juaj po ndryshon. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë shumë e bukur në lidhje me arritjet tuaja në plan social, kulturor. Që do të thotë këtu, nuk e di nëse ju jeni angazhuar për shumë me politikën, ose nëse jeni artista, ose nëse operoni në një cikël të gjerë njerëzish, punoni në një skuadër, pse jo, në një zyrë të caktuar, duket se dilni me fitore shumë të madhe, ose nëse po prisit përgjigjen e një farë dokumentash, apo aprovimin e një për sa i përket një nismeje apo objektivit tuaj, njaku e keni. Nuk është çudi që shumë prej jush të vendosni për një fejes, pse jo, ditën e mërkurë, ose nuk përjashtohet edhe mundësimi një propozimi për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, shumë të bukur që do zgjasë edhe në kohë. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte, le të themi që jeni akoma të çorientuar për sa i përket marrëdhënieve tuaja, jeni midis të kaluarës dhe të ardhmes edhe ju, nuk e keni ndarë mendje se kush qëndron dhe kush largohet, duket shumë qartë që e keni nisur një marrëdhënie para pak kohësh, por akoma mendjen e keni diçka që përket së kaluarës, kështu që jeni akoma duke përpunuar ato çka realisht duhet bërë apo çfarë vendimi duhet të merrni, por akoma nuk jeni të qartë 100% në lidhje me këtë gjë. Kështu që jeni akoma në, nuk e di, aludime si për punim të gjës. Unë nuk e di, shikoni se si do ju prije mbara, por që me kujdes.
e njëjtja. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku, nuk e di, është si të bësh një farë bilanci të asaj çka ishte për t'u arritur, të asaj çfarë u arrit. E vërtet është të ndjeni shumë krenar për arritjet tuaja, për ato çka keni arritur të realizoni deri më tani. Edhe pse do kuptoni se gjatë këtij procesi ndoshta ka mbetur diçka që ende nuk e keni realizuar dhe ka të bëjë me një ëndër që ishte shumë e hershme në jetën tuaj. Është edhe kjo e arritshme, sigurisht, kjo do jetë ndoshta edhe ai stimuli që duhet për të bërë dhe për të arritur edhe më shumë akoma dhe për të sjellë një vërtet ndryshim të madh në jetën tuaj, ama sado që të jetë për kaq sa keni arritur, do ndjeni me të vërtet shumë mirë, por edhe do të vlerësoheni nga ambienti që ju rrethon. Pra prisni bravo dhe suksese dhe bravo që ja dole, shumë mirë e bëre, lavdërime me pak fjalë. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku mos i besoni gjitha fjalët që dëgjoni, sidomos nëse ato janë lajka dhe janë të shumta, mundoni të qëndroni besnik ndaj vetes, ndaj parimeve tuaja, vlerave tuaja, besimit tuaj, ideologjisë tuaj. Sigurisht që ka persona të cilët ju vlerësojnë për atë çka jeni, por ka edhe të tjerë që duan të shfrytëzojnë anën tuaj të mirë, vulnerabilitetin tuaj ose pastërtinë tuaj. Kështu që është ditë sinqeriteti, me thënë të drejtën, dita e shtunë, gjatë do thuhen për ashtu sikurse janë, por kujdes, ndonjëherë ju jeni shumë të drejtë për drejtë dhe jo të gjithë e vlerësojnë sinqeritetin dhe kjo mund të fusin në telashe. Kështu që kujdes me këtë pjesë. Tregoni, thojeni fjalën ose harxhoni fjalën atje ku vërtet ja vlen. Nëse e kuptoni dhe vetë se diku më mirë të mos flasësh, mos flisni, evitojeni më mirë akoma. E shtuna kjo. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku lajme të rëndësishme përsëri vlen e njëjta gjë, do me thonë, këtu ju vjen email, ju vjen një komunikim, ju vjen një mesazh, një telefonat, një çfarëdo gjë qoftë, e cila mbart mesazhin që ju realisht kërkoni, zgjidhjen e një problemi ose hapjen e një rruge, çeljen e një dhënien e një okay për të realizuar ju ato objektivat tuaja. Janë 2 momente brenda javës që favorizojnë këtë gjë. Ndoshta momentin e parë diskutoni rreth këtyre gjërave, momenti i dytë është e realizueshme, çka kërkoni të arrini 100%. Kështu që dita e diel duket se përmbet gjithë javën, gjitha praktiket e javës ose ndoshta edhe të angazhimeve tuaja deri në atë moment. Ama ajo çka është e rëndësishme është që për ato çka keni kërkuar të arrini, për ato çka keni kërkuar të realizoni, gjëra duket se po ecin shumë mirë për ju. Përshëndetje një demit, ja ku jemi përsëri këtu, Zodiac Oracle, ditë e diel, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, parashikimet të cilat i keni dhe më të detajuar akoma në YouTube Zodiac Oracle dhe këtë gjë e dini. Duke qenë se është dhe një javë me eklips o zoti madh, pak si eklips janë kjo, në fakt, kjo hëna e plot, me thënë të drejtën, nuk është eklips, është në plot. Por ka paka shumë ato tipare që do të thotë sjell me vete interesni shumë të madhe psikologjike, jo që ua kam sqaruar në atë postimin që bëm veçmas për këtë hënë të plot. Ju ndikon në marrëdhëniet tuaja më tepër, ju ndikon edhe në gjëra të tjera, i keni dëgjuar besoj, më tepër të ndikuar jeni ju të 10 ditësh të fundit, edhe pse nuk do të përjashtoj pak edhe të 10 ditësh të parë, kështu që me kujdes ju lutem shumë, sido që të jetë. Ama për më shumë sigurisht mund të ishini në YouTube Zodiac Oracle dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, shumë mirë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Kështu që filloj unë tani me parashikimet e javës për shenjën tuaj, e hëna nis me, po sigurisht, jemi në ndikimin u afrash, nesër kulmohet kjo hëna e plot në shenjën e akrepit, dhe ju kuptoni çfarë, që çfarëdo gjë nuk ju shërben më, çfarëdo gjë ka mbaruar, nuk është më pjesë e jetës tuaj, por ka mbetur thjesht një kujtim, diçka që juve ju pengon për të ecur përpara, diçka e cila ju penalizon ose ju rë të bllokuar në momentin ku ndodhi ajo çka ndodhi, duhet të largohet më në fund nga jeta juaj. Pra, duke e lënë diçka të shkojë, duke pranuar që ka mbaruar, shpëtoni dhe veten tuaj, ta kuptoni thjesht fare, dhe kjo mund të ketë të bëjë dhe me marrëdhëniet tuaja në çift, por mund të ketë të bëjë edhe me një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, i cili nuk eci, u munduat, nuk u bë, ka momenti thjesht i thua ai mirupafshim dhe si ishte për mua, le të themi. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e ndryshimit. Shumë prej jush do vendosni ditën e martë se një ndryshim të rëndësishëm në jetën tuaj. Mund të vendosni të largoheni nga një vend pune, mund të vendosni të largoheni nga një marrëdhënie e cila nuk ju jep asnjë gjë, mund të vendosni të udhëtoni thjesht për të ndryshuar ambient. Keni nevojë për ndryshim me pak fjalë, nuk
mund të them që këto janë ndryshime me sezon të përhershme, më tepër i ngjasojnë asaj time out-i, do të thonë një sekuencë e vogël pauze për të marrë veten dhe për të kthyer më të karikuar, më në gjendje për të vazhduar përpara me çfarë duhet vazhduar. Por ajo çka vjetër është që keni nevojë të kthjelloheni, keni nevojë të mendoni larg ambientit që ju rrethon për të marrë vendime të rëndësishme për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket jetës tuaj në vija të përgjithshme, për sa i përket një marrëdhënie të rëndësishme e merat në këto linja jeni. Shumë prej jush ndoshta jeni duke kryer dhe një udhëtim të rëndësishëm për të zgjidhur një çështje ligjore, gjyqësore ose pune ose diçka të tillë. Tani, për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita e premtimeve të mëdha. Jo të gjithë me se s'bën, po japin fund diçkaje apo po kuptojnë se diçkaje i ka ardhur fundi dhe nuk duhet të vazhdojnë më të mundojnë veten e vet. Ka dhe nga ata prej jush të cilët marrin vendime të rëndësishme për sa i përket të ardhmes së tyre. Dhe këtu me të vërtet mund të vijë një propozim shumë i rëndësishëm për një bashkëpunim të rëndësishëm, i cili do të zgjasë në kohë dhe do të ketë me të vërtet efekte shumë të mira në jetën tuaj, mund të ketë të bëjë me një marrëveshje shumë të rëndësishme e cila përsëri sjell fitimet e veta me vete dhe zhvillim gjithashtu dhe mund të ketë të bëjë dhe me jetën personale atje ku ju vendosni për një fejesë, bashkëtesë, martesë, nuk e di. Ose thjesht fjalë që do thoni, premtime që do bëni do jetë të sinqerta dhe të vërteta. Po që me një këndvështrim për sa i përket të ardhmes gjithmonë për të realizuar diku konkretisht. Kështu që kjo është dita e Mërkur. Për sa i përket ditës së Enjte, bëni kujdes me ditën e Enjte, dikush ju ka vënë në shinjestër, po pyet për ju, po interesohet për ju, nuk është dashamirës, kundrejt jush, do me se s'bën të zbuloj gjëra të cilat sipas këtij personi ju fajsojnë ose duhet të dalin në sipërfaqe. Dhe nëse me të vërtet keni bërë gabim diku, mundoni të bëni kujdes dhe të mbroni interesat tuaja, sepse jemi ende këtë javë është do ndihet shumë fort ndikimi i kësaj hëne të plot sikurse ju thash. Dhe po, banesa e 7 janë dhe armiqtë, ta dini, kështu që bëni kujdes në qoftë se mendoni se ka diçka që mund t'ju vuri në rrezik nëse do zbulohet. Nëse pastaj ju e keni po e luani këtë rol, atëherë uroj të jeni gati për ato çka do zbuloni. Pse di, të shohim, po që ndonjëherë është mirë mos i trazosh gjërat me duart e tua, them unë. Misa të varet. Këne marrë Mërkur e Enjte. Për sa i përket ditës së Premte, dita e premte, kjo nuk e di pse gjithmonë këtë letër, edhe pse këto janë letra të cilat nuk lidhen me ndonjë shenjë me se s'bën, nuk këtë letër gjithmonë e lidh me ju, nuk e di pse, po gjithmonë kështu më vjen intuitivisht. Atëre, po keni kaluar vështirësitë më dha sa s'ka ku të vej. Jeni ndër shenjat të cilat me të vërtet kanë vuajtur, kanë diku te 20, mos themi më shumë vite që po vuajnë, po ti mbledh në llotal dhe të vërtetuara këto gjëra që po them, sido që të jetë pra është një nga ato momente ku të duhet të zderohesh ose je zëruar, diçka e ke mbaruar, e ke përfunduar dhe tani ecën atë premtimin që secili prej nesh jep vetes kur futemi në lojë përsëri që do ja dal kësaj here, do e bëj të funksionoj, nuk do dorëzohem më, nuk do e pësoj më, jam i fortë, mund të vazhdoj përpara dhe vërtet kështu ka për të qenë prej këtij në vazhdim, ju pret juve që jeni zëruar e kam fjalën gjithmonë, ose që thjesht keni kuptuar që një cikël jetës tuaj ka mbaruar dhe po bëheni gati për ciklin tjetër, ju pret me të vërtet një zhvillim aq i bukur saqë nuk mund t'ua përshkruaj unë me fjalë, secili prej jush do e përjetoj vetë. Kjo mund të jetë në lidhje me punën tuaj, profesionin tuaj, varet se ku jeni më të lodhur, ku keni qenë më të lodhur secili, ku unë ndjetë të tradhtuar, të përdorur e me radhë, mund të ketë të bëjë me jetën tuaj personale ose me të gjitha këto së bashku, pse jo. Pra është ai momenti ku e kupton që je lodhur, por ama jep dhe premtimin vetes se do ecësh përpara, do kesh shumë sukses dhe ju vërtet keni për ta pasur këtë sukses. Po që vjen si premtim një pikë së pari dhe kjo gjë ndodh ditën e premte, sikur se thamë. Përsa i përket ditës së Shtunë, dita e Shtunë është dita ku edhe vetë e kuptoni se gjërat nuk arrihen me një të kërcitur të gishtave, do ju duhet pak kohë për të realizuar ato objektivat tuaja larg pamësere, të themi pra për diçka që e dini shumë gjatë që do ju duhet kohë të realizohet, ose për diçka që po diskutoni ditën e Shtunë dhe është një e ardhme 100% e realizueshme, me thënë të drejtën, ju do prisni diku aty te nga 2 javë gjysmë deri në 2 muaj e gjysmë, varet se si do i bëj bisedat secili, nuk e di. Por që është me pritje, është e realizueshme 100% sikurse po ju them, por do ju duhet të prisni edhe pak. Tani për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita ku
Nuk e di çfarë ëndrash do të shihni, nuk e di çfarë përjetimesh do të keni, por shumë mesazhe keni për të marrë, nuk i përkasin këto mesazhe kësaj bote. Do të thotë që dikush tjetër po komunikon përmes ëndrave tuaja rastësive të asaj ditës së diel, duke ju treguar se jeni të mbrojtur dhe ashtu keni për të qenë gjatë gjithë kohës, dhe sidomos nëse ditën e diel do të ndjeni në një situatë të rrezikshme për ju, ose konfliktuale, ose dyshuese, ose nuk e di se çfarë, jeni të mbrojtur. Ama është edhe ai momenti ku do ju shfaqet se kush po ju mbron. Do e kuptoni se nga vjen, nga buron mbrojtja për ju. Sido që të jetë është një javë e tillë pra, kështu që shfrytëzoni së mundeni. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që uroj të jetë sa më e bukur, sa më produktive për ju, e me radhë. Sido që të jetë parashikimet e muajit i gjeni ende në YouTube Zodiac Oracle për shenjën tuaj të ndara në 10 ditë, mund të informoheni më së miri duke na ndjekur aty. Like, follow, komente, çfarë të doni, share, pse jo, ja të lejuesh me asnjë bëhet fjalë, madje na bëni nder në qoftë se angazhoheni në këtë lloj mënyre. Për të rezervuar takimin tuaj pastaj në privat këtu, më shkruani në WhatsApp në numrin 069-620-2290. Atëherë, dita e hënë nis si me punë ose me premtimin që jepni vetes se keni për t'ja dalë. Që është e vërteta pjesa më e madhe për ju ku ja del shumë mirë. Në çfarëdo gjë që jeni angazhuar, qoftë në karrierën tuaj, qoftë në jetën tuaj të përditshme, qoftë në realizimin e një plani, të një ideje, të një projekti ku ndodheni secili, ju qeni në botën e artit, ju qeni në botën e shkrimit, të krijimtarisë në vija të përgjithshme, duket se po përgatisni diçka fenomenale. Ndoshta një pjesë të kësaj gjëje do e prezantoni ditën e hënë, pjesa tjetër sigurisht që është akoma në punim për punime sipër dhe zhvillime sipër, por që të keni parasysh dhe duhet të dini se jeni në rrugën e dur. Nëse këtu ka nisur një marrëdhënie e re para pak kohësh, duket qartë që do punë për të marrë atë formën e dur, për të parë se ku po ecën, por që prapë nuk është duke ecur keq, mirë është duke ecur. Dhe nëse flasim për bashkëpunime, atëherë këto kanë për të qenë bashkëpunime të cilat do të mbeten shumë gjatë në kohë. Dhe edhe produkti i bashkëpunimit gjithashtu. Kështu që dita e hënë është e bukur përsa i përket punës, bashkëpunimeve, çuarjes përpara të angazhimeve, edhe të prakticitetit, të jetës tuaj, të rutinës tuaj në përgjithësi, gjëra duket se ecin mirë. Përsa i përket ditës së martë, të menduar jeni akoma, sidomos juve që përkisni gjinisë mashkullore të shenjës tuaj, nuk e kuptoj pse e mendoni thjesht të femër dhe nuk merrni iniciativën të flisni, të shpjegoni, të arsyetoni e me radhë. Pra do të kuptoni se varet nga ju, mbarvajtja një marrëdhënieje me një person të rëndësishëm për ju varet nga ju dhe mos e keni thjesht në mendje, hidheni edhe hapin. Ju që jeni femra akoma jeni duke pritur të mashkullt të hedhë hapat, por akoma po vonon, akoma nuk e ka ndarë mendjen sikur se kuptuat, besoj. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e lajmërimeve, mbasi atë që po mendoni ditën e martë e bëni ditën e mërkur, përsa i përket dashurisë. Përsa i përket gjërave të tjera pastaj, dita e mërkur favorizon shumë në shkrimin e kontratave të rëndësishme, ose dhënien e një lajmi të rëndësishëm, apet rruga përsa i përket një bashkëpunimi ose një marrëveshjeje ose çfarëdo gjë që ju po kërkoni. Me sa duket kjo dita e martë sjell pikërisht atë lloj mesazhi për atë lloj gjë që ju prisnit të merrte një farë okay dhe të ecste përpara. Po kështu pra, përsa i përket ditës së mërkur, përsa i përket tani ditës së enjte, dita e njëjtë është, nuk e di se çfarë mund të arrini secili prej jush, varet se çfarë është bota për ju, varet se çfarë është ajo çka kërkoni me se s'bën të arrini ose të finalizoni, mund të jetë vend ideal i punës, karrierës. Nëse jeni angazhuar me politikën për kaq kohë, mund të fitoni, për shembull, të dilni në këtë garë fitues. Nëse jeni angazhuar në një projekt, në një çfarëdo gjë e qoftë, përsëri vlen e njëjta gjë. Arti, nëse është pjesë e jetës tuaj, po ashtu. Domethënë, në jetën personale, ndoshta një propozim, fejes martesë, ndoshta fitoj dokumentat dhe iki diku jashtë atje ku e kam ëndër të jem. Nuk e di çfarëdo gjë e qoftë, i vendos në majtë të klasifikimeve, le të themi kështu, ose në majtë të pritshmërive tuaja. Këtu po fillon një kapitull i ri për pjesën më të madhe për jush, i cili
vjen me shumë suksese të mëtejshme. Pra, ajo është nisma, por që vazhdimësia e saj do të jetë shumë e gjatë, që do të thotë nuk mbaron brenda vetëm këtij momenti, por shtrihet shumë gjatë në kohë dhe sidomos edhe në vitet që pasojnë. Ama është një arritje shumë e madhe, diçka për të cilën me të vërtet nuk e di, i te kalon le të themi pritshmëritë dhe ëndrat tuaja njëkohësisht. Kjo ishte dita e enjte. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e premte janë e njëjta gjë. Është një sukses shumë i madh, është një arritje shumë e madhe, është finalizimi i pritshmërive tuaja, është një ditë shumë e bukur për familjen, është ditë shumë e bukur për imazhin tuaj publik. Është, çfarë të them, nuk di ç'të them, është dielli vet. Domethënë, imagjinojeni vetë se çfarë ndodh. Shumë gjëra mund të ndodhin, që nga karriera juaj, që nga jeta juaj private, mund të takoni një person i cili do të jetë shumë i rëndësishëm për ju në një të ardhmen, një bashkëpunim shumë i rëndësishëm, një financim po ashtu, një imazhi juaj publik, domethënë dilni si persona shumë të rëndësishëm, solar, nuk e di. Flasim për një arritje shumë të madhe dhe një lumturi shumë të madhe që do përjetoni brenda këtyre ditëve, po që ju thash, nuk është se zgjat vetëm këto 2 ditë, do zgjasi për shumë kohë në jetën tuaj, për shumë gjatë, pra. Enjtja dhe premtja janë njësoj. Përsa i përket ditës në shtunë, dita e shtunë është dita ku mblidhemi me familjen, festojmë, ose kënaqemi me suksesin që kemi korrur, pse jo. Pra është një ditë për ta kaluar qetë, jo shumë të shpërndar në përshoqëri, por më tepër të fokusuar tek vetja jonë, brenda 4 mureve të banesës tuaj, por është një ditë shumë e përshtatshme për të biseduar ose menduar në lidhje me çështje pronash, çështje trashëgimish, çështje durimesh, shpërngulje, shumë prej jush edhe mbas do shpërnguleni diku, e di, në një lagje tjetër, në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, kudo qoftë, është edhe kjo gjë brenda planifikimit, brenda planeve. Përsa i përket pastaj ditës së diel, do ju thosha vetëm një gjë, kujdes juve që po e bëni këtë lloj gabimi, që dashje pa dashje po futeni midis një çifti, mbas ndoshta nuk e dini këtë gjë, mbas ndoshta po e bëni në mënyrë të thënë pa e ditur, sepse tjetri ju ka përfshirë në një marrëdhënie ku ju nuk e dini që tjetri është me dikë tjetër. Le ta themi dhe kështu. Por që sido që të jetë dashje pa dashje, mund të bëni personi tjetër në një marrëdhënie dhe të prishni punë dhe të lëndoheni edhe vetë, ose ndoshta në marrëdhënien tuaj ekzistente, një person tjetër po shfaqet dhe po trazon ujërat. Kështu që bëni kujdes, mbroni interesat tuaja, mbroni parimet tuaja dhe mos u përfshini, mos krijoni probleme atje ku normalisht probleme nuk do doni të kishit as edhe ju. Kështu që me kujdes këtu. Përshëndetje Shenjë Gaforis dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri ditë e diel sot, përsëri parashikime dhe javës për shenjën tuaj, një javë të uroj sa më të mbarta keni, me sa më shumë, nuk e di çfarë do doni ju e bardha zemër le të jetë. Sigurisht që parashikimet e muajit ende i gjeni në YouTube Zodiac Oracle më së të detajuara s'ka ku të vej. Dhe sigurisht që nuk harroni nëse na vizitoni, like, share dhe shumë të rëndësishme këto për ne, do mos like, share, por edhe abonimi juaj. Nëse përsa i përket pastaj rezervimit takimit tuaj tek ne, atëherë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Dhe nisi me ditën e hënë. Dita e hënë është dita ku arrini një qëllim dhe objektivin tuaj, por kam përshtypjen se nuk do jeni tamam të kënaqur. Do me thënë keni kohë që po e prisni këtë gjë, ja ku po bëhet realitet, pastaj mund t'ju zëri ajo megalomania e tipit mirë është kjo, po sikur të jetë edhe më mirë akoma, diçka tjetër, po sikur të pres çik më shumë, po sikur të kërkoj pak më shumë. Aty mund ta humbisni dhe aty mund të bëni një gabim shumë të madh. Unë do u jepja pikërisht të lloj këshille që çfarëdo gjë ju ofrohet, çfarëdo gjë ju propozohet ditën e hënë, pranojeni, keni kohë që po e prisni, është ky momenti juaj. Nëse do të bini pre pikërisht tek kësaj grykësie, sikurse po e them, të kërkoni më shumë apo të mos jeni të kënaqur apo nuk e të zëri kjo mania e gjërave të mëdha, atëherë do humbisni dhe kaq pak sa po arrini apo kaq shumë sa po arrini, sepse varet. Pak nuk është.
Kështu që do i thosha vetëm kaq, pranoni çfarë ju ofrohet ditën e hënë, në qoftë se më vonë ju del një ofertë më e madhe, një mundësi më e mirë, atëherë mund ta këmbeni, por për momentin qëndroni tek ajo çka ju ofrohet ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, keni mundësi të largoni nga jeta juaj çfarëdo gjë nuk ju shërben më, ose do vini rese nga jeta juaj, doni apo s'doni ju, po largohen individ, po mbarojnë situata të caktuara, ju nuk jeni më pjesë e jetës së disa personave, ata nuk janë më pjesë e jetës tuaj për një arsye të thjeshtë që kaq ishte. Nuk kaq kishin për të ofruar, kaq ishte për të ofruar. Dhe të gjitha ato që ishin por nuk do jenë më, kuptoni se ju çojnë drejt një tjetër të ardhmeje, një tjetër realiteti me më shumë zhvillime, më shumë arritje, më shumë suksese. Kështu që thojeni mirupafshim me asaj gjë që duhet të largohet dhe bëni gati për atë gjë e re që vjen në jetën tuaj. Është moment transformimi, ku sigurisht përmes këtyre situatave kuptoni që dhe ju keni ndryshuar, jeni maturuar, keni mësuar, nuk do bëni më të njëjtat gabime, nuk do bëni më në të njëjtat gracka, dhe përveç kësaj, ndoshta dita e martë është edhe një ditë ku të paktën për çështje shëndetësore mund të keni rezervuar një operacion për të kryer dhe ju del me sukses sido që të jetë. Për çështje ekonomiko-financiare pastaj do thosha që këtu keni mundësi të shlyeni një borxh, ose dikush që kishte një borxh t'ua shlyej më në fund, t'ua kthej ato që ju ka për të kthyer. Për sa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e fitimeve ose fitoreve të mëdha. Këtu më tepër i referohemi të ardhurave. Si arrihet kjo? Nuk e di, një investim që keni kryer në një kohë të shkuar, një investim që ose një marrëveshje që e bëni aty për aty, por fitimi është aty për aty ama. Do të thonë nuk do prisni, nuk është i atij tipi i atij lloji që në shkruan një kontratë këtu tani dhe fitimet vijnë pas një muaji jo. Ajo çka thuhet tani, mbyllet tani, paraja rrjedh tani, kështu që gjitha gjërat zhvillohen tani. Më shumë i referohet të ardhurave ose xhepit tuaj, por megjithatë interpretohet edhe si fat në vija të përgjithshme në të gjitha fushat e jetës tuaj. Çfarëdo gjë që quhet propozim, ofertë, mundësi, kafeni. Ditën e mërkurë mos e lëshoni, ka për t'ju dalë me shumë fitore të madhe. Shumë realizim i madh dita e mërkurë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do të jeni duke u kthyer pas të kaluarën, duke kujtuar të gjitha gjërat që keni realizuar, bërë deri tani, ku gabuat, pra të gjitha, si të mira, si të këqija, do i përdorni në favorin tuaj, në formën e eksperiencës, në formën e zhvillimit, dhe aty ku ndoshta nuk keni realizuar ende, do bëni një farë vlerësimi të arsyes pse nuk u realizova, çfarë bëra gabim, si mund ta ndreq. Dhe pikërisht përmes këtyre udhëtimeve, le të themi në kohë, përjetimeve të eksperiencave të ndryshme apo momenteve të ndryshme, si të suksesit dhe të disfatave, ju arrini të ripozicionoheni dhe përmes këtij ripozicionimi duket se arrit një farë zgjidhje një situatë ose një lloj problemi, ose ju thjesht të gjeni mundësinë të ta shikoni të ardhmen me tjetër lloj këndvështrimi, më tepër për nga suksesi se për nga humbja. Dhe për gjithë ata persona thash janë larguar nga jeta juaj, sepse thjesht nuk arrit dot t'i mbani më, apo aq ishte momenti i tyre në jetën tuaj më radh, nuk do të ndjeni më keq, por do kuptoni që ishte thjesht pjesë e rritjes tuaj, zhvillimit tuaj, e gjërave të tilla me radhë. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që, çfarë do themi, mund të ndoshta prandaj edhe kjo e enjtja ishte kështu si ishte, dita e premte sjell një farë distancë, ose do e vuani më tepër ju që me partneren tuaj, ndodheni pak në distancë fizike, por edhe mendore ndoshta, keni kaluar një farë problemi, keni, nuk po e gjeni dot akoma atë pikën e takimit, ose thjesht jeni larg fizikisht sepse distanca midis jush është fizike. Dhe e vuani pak të largësinë. Si të ishte e përkohshme është, nuk është se do e vuani shumë, thjesht sjell pak probleme në komunikim, megjithatë, them se keni për ta gjetur atë zgjidhjen e problemit, le të themi. E përkohshme është gjithë kjo gjë. Kjo ishte premtja, po. Martë, mërkurë, e premte, shumë mirë. Për sa i përket ditës së shtunë,
Dita e shtunë është ditë përsëri fati, do me thonë nuk e di fati ju do shumë kësa jave dhe ju lutem shumë shfrytëzojeni në maksimum. Është rastësi dita e shtunë, me thonë çfarëdo gjë ka të bëjë me rastësi, me fat, me moment, kështu që shfrytëzojeni gjitha këto në të mirën tuaj për çfarëdo gjë fati ju sjell në rrugën tuaj, qoftë person, qoftë zgjidhja e një problemi, qoftë mbështetja e një personi të rëndësishëm, qoftë çfarëdo gjë qoftë mundon ta shfrytëzoni dhe ta bëni tuajën. Për sa i përket nuk do zgjasë shumë, kështu që mos mendoni se do jetë aty për gjithmonë, kështu që kapni momentin dhe kaq. Pse? Sepse ja për shembull vjen dita e diel dhe nuk ka lidhje me ato ditët e mëparshme, dita e diel për një pjesë të mirë prej jush për kujdes, sepse e di mi bëni ato komente do na carrohem, ç'është e vërteta. Pavarësisht se dua të komentoj të kthej pas përgjigje, nuk jeni të gjithë njësoj. Unë mund të them gjëra shumë të bukura për një ditë, mund të them gjëra shumë të këqija për një ditë tjetër, sepse varet se energjinë e kujt kap, kush ka nevojë të dëgjoj atë mesazh që unë përcjell. Atëherë për të gjithë ju që jeni në situata të tilla, do të thonë që keni besuar në individ apo vazhdoni të besoni ende në individ të cilët nuk duhet të besosh. Ju kanë zhgënjur edhe në një të kaluar. Ju vjedhin gjatë gjithë kohës, ju mashtrojnë gjatë gjithë kohës, atëherë po të njëjtat situata përsëriten edhe ditën e diel. Thjesht kam përshtypjen se gjatë asaj dite do të keni dhe mundësinë të kuptoni se kush janë këta individ më në fund dhe uroj vërtet të vi kështu që t'ju japen syt juve një herë për gjithmonë. Pra, nuk e kam për të gjithë juve të shenjës tuaj, e kam vetëm për ata të cilët kanë kaluar deri të tjera situata të tilla dhe kjo ndoshta do të jetë situata e fundit të cilën po kalojnë, ama përsëri do kujdes, sepse përsëri humbja është pjesë e kësaj dite. Humbja, mashtrimi, gënjeshtra, manipulimi, shfrytëzimi, kështu që me kujdes. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht ju uroj një javë sa më të mbarë, të mos harroni që parashikimet e muajit ende i keni dispozicionin tuaj në YouTube Zodiac Oracle, ku sigurisht nuk harroni të bëni like, nuk harroni të na shpërndani, nuk harroni gjithashtu edhe të bëni atë subscribing tuaj, pra abonimin që nuk ju kushton edhe asnjë gjë, me thënë të drejtën. Aktivizoni zilën për çdo postim tjetër të mundshëm dhe ju faleminderit shumë për kushtimin tuaj, të gjithë juve që me të vërtet na mbështesni deri më sot. Për parashikime pastaj të detajuara analitike në privat, kushdo që do të më shkruaj, të rezervoj takimin e vet, mund të më shkruaj në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëre, përse i përket tani ditës së hënë, dita e hënë ju gjen akoma në aludime sipër, do të thotë që mundësit janë të pafundme, i dedikeni 1000 në kokën tuaj, por nuk keni akoma të qartë se çfarë për gjitha këtyre ideve, këtyre planifikimeve, këtyre objektivave do të ndihni të parën apo se si këto mund t'i bëni të realizueshme. Ndaj edhe dita e hënë nuk favorizon vendimarrje, thjesht qëndroni kështu duke analizuar, duke u munduar të kuptoni se çfarë ju le verdis më mirë, pra mundoni të gjeni veten një herë dhe pastaj keni gjetur veten, mund të zgjidhni çfarë të doni ju në lidhje me të ardhmen tuaj. Momenti pret, kështu që nuk keni pse nxitoheni, madje përkundrazi, nëse nxitoheni të merrni një vendim ditën e hënë pa qenë të qartë se çfarë realisht doni të realizoni, mund të gaboni. Kështu që nuk ju këshilloj ta bëni këtë gjë. Për sa i përket, sigurisht edhe ju jeni në ndikimin e hënës plot ditën e hënë, kulmohet ajo në shenjën e akrepit, sigurisht që Marsi është në shenjën tuaj, kështu që mirë do ishte të mos nxitohesh, sikur se ju kam thënë. Përse i përket ditës së martë, po diskutoni për çështje që kanë lidhje me të ardhmen, ardhmja afatgjatë. Pra planifikime afatgjata, në lidhje me punën, me karrierën, me një udhëtim të largët diku me pushimet e verës, me një fejes, me një martesë do ta realizoni, me blerjen e një banese, me një shpërngulje, çfarë do gjë qoftë, është larpamse, është e fatgjatë. Nëse ama bazat i ka reale, nëse ka filluar, ka nisur dhe është konkretisht në jetën tuaj kjo gjë, atëherë edhe rezultati ka për qenë i prekshëm, madje përkthehet në një sukses. Por nëse ju thjesht po mendoni se ndoshta nuk ka për të realizuar diçka, sepse nuk kemi ku të kapemi për ta realizuar këtë gjë, nuk ka bazë, por do mbetet thjesht një aludim, një ndërim, një pritshmëri, një dëshirë, nuk e di, diçka e tillë. Përsa edhe nëse se këto gjëra po i diskutoni me dikë tjetër apo dikush tjetër po ju premton në lidhje me të ardhmen, kujdes, nëse këto gjëra nuk kanë bazë, domethënë nuk bazohen diku realisht konkretisht, thjesht kuptoni që fjalë do mbeten apo jo. Përsa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është një ditë shumë e bukur për ta kaluar me fëmijët tuaj, argëtoni, kënaquni, dilni me ta, ju që keni mundësi ta bëni këtë gjë, mësoni prej tyre se si
ose kujtoni përmes tyre se si ishte kur ju ishit fëmijë. Kujtoni dhe njerë, duhet të ktheni dhe njerë në bazë me sa duket. Keni haruar pjesën më e madhe prej jush atë spontanitetin, atë çiltërsinë, atë au ju kju fiu tralala. Është momenti për të rikujtuar përsëri dhe sidomos nëse ju ka marrë rutina dhe po harroni se kush jeni avash avash, them se është një kthim në origjinë. Kjo dita e mërkurë për ju, një flashback në të kaluarën, e cila ju ndihmon të rigjeni veten. Por dhe konkretisht, nëse keni pas probleme me fëmijët tuaj ose me çështje prindërimi, duket se këto gjëra zgjidhen dhe marrin drejtim më në fund. Nëse pastaj duhet të merrni vendime të rëndësishme, nuk dua këshilloja, për sa i përket ditës së martë, shikoj që nuk jeni në lartësinë e dur, nuk punon truri tamam siç duhet për këto gjëra dhe mund të gaboni ose nga nxitimi ose nga pakujdesia ose nga naiviteti ose nga gjëra të tilla. Fati ju do sido që të jetë, nuk të lëri që të pësoni dëme të mëdha, por sido që të jetë, evitojini këto vendimarrjet, përfshirjet në gjëra të rëndësishme ditën e mërkurë. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju thot se për çfarë do gjë kërkoni të realizoni poshtë e madhe, është një planifikim i madh, është një arritje e madhe, është një projekt shumë i rëndësishëm, duhet të prisni, duhet të keni durim dhe duhet të keni dhe besim. Pse? Sepse me sa duket ende duhet pak kohë, pritje për të realizuar ajo gjëja e mirë. Të sigurisht vlen edhe është i thoj, si ju thosha, atë shprehjen e bukur që i duruar i fituar, sepse për këtë gjë bëhet fjalë. Duroni dhe pak, edhe 1-2 muaj për të realizuar ajo çka realisht kërkoni të realizoni. Shpejt e shpejt do ishte gabim, me sa duket. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku nëse dikush ju kishte një borxh u kthen, nëse ju duhet financim në punën tuaj për të ecur përpara me një projekt, me një biznes, me një çfarëdo gjë e qoftë, duket se ju vjen kjo mbështetje. Në qoftë se thjesht keni mbetur thatë, atëherë një mik i juaj ju nxjerr nga situata, sido që janë para të cilat shtohen në portofolin tuaj, thjesht janë burime të cilat janë të panjohura për momentin ose thjesht nuk i prisni. Këto para të vinë tek ju, po që ja ku po vinë, domethënë dhe ju ndihmoj të zgjidhni një ngërç ose një problem të cilin vetë nuk do arrinit dot ta zgjidhni. Shumë bukuria dhe e premtja kjo ishte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju nxjerr në udhëtime të mëdha, të largëta. Udhëtime të cilat keni kohë që ndoshta po i planifikoni ose kishit dëshirë që ti realizonit, ose ndoshta këtu po fillon një jetë e re. Pra, për një pjesë të mirë prej jush, duket shumë qartë që me diçka po e mbyllni dhe po filloni diçka të re. Ky rrugëtim nuk është i lehtë, do goxha impenjim, do durim, do kurajë, do të gjitha këto gjëra dhe juve nuk ju mungon, as nuk ka për të munguar kjo gjë. Në fillim mund ta keni pak të vështirë, por e sigurt që keni për të arritur shumë në destinacionin tuaj. Pastaj, për të gjithë juve që jeni si përmarrës të mëdhenj, lundroni në ujëra të thella, fitimet keni për t'i pas të mëdha, edhe pse në fillim duket sikur jeni duke humbur, në fakt jeni duke fituar, por që do pak durim për ta parë këtë gjë. Favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me financat, si investime, si tregti, si ju që jeni të angazhuar me turizëm, pra në qoftë se jeni në një periudhë ku doni të mësoni diçka të re, një eksperiencë të re, t'i futeni një çështje edukimi, trajnimi, një pas universitari dhe kjo gjë favorizohet dhe për të gjithë juve që do ju lidhi puna me persona që ndodhen jashtë, ju pret një sukses shumë i madh, ose ndoshta ju mund të jeni duke zgjeruar biznesin tuaj ose aktivitetin tuaj diku jashtë shtetit. Ama sido që të jetë është një ditë shumë e bukur përsa i përket çështjeve të tilla. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita që tregon shumë qartë se po çfarëdo gjë keni pritur të realizojë duket se po realizohet, çfarëdo dëshire mund të kishit duket se ja ku po kthehet në realitet dhe sigurisht fati është me anën tuaj, kështu që sidomos përsa i përket dashurisë dhe financave, gjithçka është e juaja. Përshëndetje, përshëndetje një birgjëreshës, jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri ditë e diel sot në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo fundjavë. T'ju uroj një javë sa më të mbarë, jetë, nuk e di, si ta doni ju le të jetë. Dhe sigurisht nuk harroni parashikimet e muajit i gjeni ende në YouTube Zodiac Oracle, ku sigurisht shkoni na dëgjoni, informoheni mirë dhe nuk harroni të na bëni edhe një like, të bëni edhe një subscribe që është abonim, po që si kushton asgjë. Dhe sigurisht të na shpërndani, pse jo, sepse kështu na ndihmoni të zhvillohemi edhe ne. E të paktën na mbështesni në punën që bëjmë, që ju informojmë një në kaq. Rëndësishëm. Nëse, përsa i përket pastaj rezervimit të takimit tuaj në privat, për çdo që ka këtë lloj dëshire, atëherë më shkruani në WhatsApp
Zodiac Oracle në numrin 069 640 2290. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, jo, nuk është ende momenti për të arritur atje ku prisni të arrinit. Shumë prej shumë të zgënjeni, shumë prej shumë të shikoni që të tjera gjëra prisni, të tjera gjëra po dalin, shumë të ndjeni të plogësht, sikur asgjë nuk po ecën, asgjë nuk po funksionon, pra ende në pritje për të realizuar diçka e cila ende nuk po realizohet, por që edhe sikur të ishte duke u realizuar, juve vetëm keni gati për një fillim të ri. Kështu që po do qëndroni dhe për pak kohë kështu në vend numëro, përpara se gjërat të fillojnë të lëvizin, ama nuk keni pse u mbisni as atë besimin tuaj, dhe mundohuni thjesht të kuptoni që ky është një proces, do kaloj shumë shpejt. Sidoqë që të jetë pritja ndonjëherë na ndihmon që të zhvillohemi së brendshmi. Ndonjëherë kur nxitohemi, nuk kuptojmë se çfarë jemi duke realizuar realisht. Kurse këtu keni kohën të reflektoni të paktën. Të reflektoni mbi atë çka nuk u arrit, pse nuk u arrit, çfarë mund të arrihet, e merat. Prisni, vlen përsëri ajo shpreha i duruar i fituari, ama ende nuk është momenti për të lëvizur. Edhe sikur ju të mundoheshit të bëni diçka të funksiononte ditën e hënë, do kuptoni që do të ishte e kot, sepse pas çdo lloji përpjekjeje, thjesht do vinte një hiç asgjë. Okej, kështu që mos u lodhni kot. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë për ju që jeni vetëm si një person të rëndësishëm në jetën tuaj, një individ të ri, një mashkull të ri, një njohje të re, një mundësi të re realizimi në marrëdhëniet tuaja, sidomos në çift. Për ju që jeni në një marrëdhënie aktuale dhe prisni të shkojë diku më tej, ky mashkull vjen dhe ju sjell propozimin që kaq kohë keni pritur. Për çështje biznesi edhe sipërmarrjesh është një letër shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme për aleanca, për bashkëpunime, për marrëveshje gjithashtu. Dhe kjo vlen edhe për femra dhe për meshkuj, për sa i përket kësaj pjesës së dytë. Ju që jeni meshkuj pastaj shumë mirë keni të lirë rrugën të veproni si të doni ju, por në lidhje me dashurinë e keni ju në dorë tani të jeni hapin e rëndësishëm. Kështu që mos e mendoni që nder, po ecni të uruarën. Atëherë për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e dhuratave të bukura. Çfarë do të gjë ju sjell universi, mund të jetë një rastësi ose kështu mund të duket, një rastësi, një surprizja, një çfarë do të gjë qoftë, keni kohë që po mundoheni të arrini këtë gjë, e keni pritur thellë brenda vetes tuaj dhe duket se realizohet. Pra çfarë do të gjë ju vjen ditën e mërkur është një dhuratë nga Perëndia vet, nga universi vet, keni kohë që po e prisni, çfarë do të gjë qoftë, që nga një bashkëpunim, që nga një ofertë, që nga një propozim, që nga një fëmijë në jetën tuaj, që nga një person i ri në jetën tuaj, që nga një, nuk e di çfarë do të gjë qoftë, pra është kjo që po prisni dhe ja ku po ju vjen. A më mbartë fortën e dhuratës të surprizës, diçka që e kërkonit, e prisnit, do të thënë doni që do vinte në jetën tuaj, por edhe ndoshta vjen pikërisht në atë moment që e kishit humbur edhe shpresën. Dhe se çdo jetë është befasi e bukur dhe është realizimi i bukur gjithashtu. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku bëni kujdes juve që mund ta keni kuptuar tashmë se personat ju afrohen, personat caktuar ju afrohen, sepse thjesht portofoli juaj është çik i fryrë shumë, apo pozicioni juaj është mirë, do të thotë qëndroni mirë. Po këtu bëhet fjalë për marrëdhënie në çift ose për njohje të cilat si bazë kanë përfitimin, mashtrimin, gënjeshtrën, do të thonë dikush po ju shef si bank, dhe do t'ju boshatisi për interesin e vet, kështu që bëni kujdes nga individ të tillë, qoftë në shoqëri, qoftë në dashuri. Do të kujdes me këtë pjesë, si të jeni meshkuj apo të jeni edhe femra. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është një ditë që ju kujton edhe njerëz se sa keni kaluar për të qenë këtu ku jeni, sa vështirësi keni kaluar, sa dhimbje keni kaluar, por që nuk u dorëzuat. Ende nuk po dorëzoheni, besimin e keni të plotë se keni për t'ia dalë dhe vërtet kaluat shumë momente të këqija të vështira, ende ndoshta dijen re pasojat apo statuash janë plagët ende pak të hapura, por avash situata po kthen në favorin tuaj. Kështu që për çfarë do lloj gjëje e vuajtët në shpirt, e vuajtët në kurizin tuaj, ju la me pasoja, por sidoqë që të jetë këto lloj gjërash nuk ju vun poshtë, këto i problemesh nuk ju vun poshtë, tani është momenti juaj i triumfit avash dhe thjesht mundoni të kuptoni se kam ditur edhe pak fare. Kështu që mos u dorëzoni pikërisht tani, po arrihet më e bukura për ju dhe e keni dhe të merituar sepse keni kaluar me të vërtet plot. Po, përsa i përket ditës së premte, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë që kujdes juve
të cilët jeni në, nuk e di, domethënë ju pëlqen bigjozi, po ju pëlqen të testoni apo të thuash të provokoni fatin tuaj. Përsa i përket financave, kujdes me investimet të cilat nuk vlejnë. Kujdes me personat të cilët i keni varësi, dhe investoni tek ata, por harroni veten tuaj. Kujdes me bigjozi, sikurse e thash, ama kujdes të përgjithësi me çfarëdo gjëje është një varësi e madhe e jetës tuaj. Keni shumë mundësi dhe keni pas shumë mundësi këtë gjë ta ishni qafe, ta largoni nga jeta juaj. Nuk e di pse akoma nuk e keni bërë, por duhet të gjeni forcën që më në fund ta luftoni këtë gjë dhe të dini ju fitimtar. Me kujdes shumë financat, do ju thosha ditën e shtu, por edhe këto gjëra që sapo ju thash nuk janë më pak. Domethënë gjitha këto ecin bashkarisht. Qofshin këto tuajat apo të një personi tjetër, kujdes si do që të jetë. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel, po sigurisht që ju jeni vetë virgjëresha, por puna mund t'ju lidhi dhe me një mund t'ju lidhi dhe me një britsjap, ose mund të keni ascendent në to shenja, vendosni ose të thuash krijoni këtu një realitet të ri, një të ardhme të prekshme. Do flisni konkretisht për çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën, si ndikon ajo në përditshmërinë tuaj, në financat tuaja. Shumë prej jush mund të jeni duke menduar se ndoshta duhet të sillni diçka të re në jetën tuaj, nuk e di, mund të investoni në një projekt të ri ose mund të hapni një punë të re, çfarëdo gjë e qoftë, duket se ju ndihmon të stabilizoheni, të ndryshoni përditshmërinë tuaj dhe të shtoni dhe të ardhurat tuaja, pse jo. Dhe sigurisht të përmirësoni cilësinë e jetës tuaj. Përshëndetje shije peshores dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht ju uroj një javë sa më të mbar. Parashikimet e muajit sigurisht i gjeni ende të disponueshme në YouTube Zodiac Oracle, ku shkoni na dëgjoni me vëmendje, pse jo, dhe sigurisht edhe mund të bëni një like, edhe sigurisht mund të na komentoni, sigurisht që abonoheni se s'kushton asnjë gjë, aktivizoni zilën për postimet të mëtejshme dhe na shpërndani, pse jo. Fundja nuk ju kushton ndonjë gjë apo jo. Për të rezervuar pas takimin tuaj në privat, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Atëherë, përsa i përket ndërkohë ditës së hënë, nuk është momenti i bukur për të marrë vendime të rëndësishme, sado që të jetë duke ju shkëlqyer diçka, sado që mund të jenë duke ju afryer diçka, sado që mund të jenë duke u përpjekur t'ju bindin për të vendosur juve re diçkaje, për shembull pranoj një vend pune të caktuar, ose pranoj një post të caktuar, ose pranoj të investoj diku, ose çfarëdo lloj gjë qoftë, çfarëdo lloj iniciative kërkohet nga ana juaj apo veprimi kërkohet nga ana juaj, unë do ju thosha mos u nxitoni, do dali diçka më e mirë më vonë, ose mund të kuptoni që hapi që keni hedhur gjatë kësaj dite të jetë gabim pak më vonë. Pra nuk ishte në interesin tuaj, por në interes të atyre personave që po ju nxisnin ta bënit këtë gjë. Lëreni këtë javë të kalojë, vendimarrjet e mëdha të rëndësishme, lëreni për javën që vjen. Këto këshilla po u japun përsa i përket ditës së hënë. Përsa i përket ditës së martë, kujdes personat dhe varësit në vija të përgjithshme. Domethënë jeni në një testim, ta kuptoni. Ditën e martë me persona dhe me veten tuaj. Që do të thotë këtu përballeni me frikën tuaj përsëri, me pasigurinë tuaj, me çfarëdo lloj gjëje e keni kaluar dhe njëherë keni përjetuar, një fiksim që keni ndaj një personi i cili mund të bëjë çfarë të dojë në jetën tuaj, ikën kthehet, vjen e ikën, bën çfarë të dojë qefi dhe ju përsëris e keni forcën për ta larguar, për ta kuptuar se sa keq ky individ ju bën, mund të jetë një vesë të cilën e keni dhe nuk po e ishin dot qafe, dhe në përgjithësi është ajo ndjesia e fajt, është ajo ndjesia sa thuash, e fajsimit të vetvetes dhe e pamundësisë për të bërë paqe me veten, por keni dhe një mundësi shumë të bukur ditën e martë përsërit, që këto gjëra përsërit të ishni qafe. Pra nëse ky person kthehet në jetën tuaj, ju thoni stop me kaq, duhet të shikojmë me sy, lëre çfarë do vuani ju brenda vetes apo çfarë realisht mendoni në lidhje me këtë individ, por të paktën tregoni një herë të fortë. Mos e lini më të fitojë mbi ju, të arrijë të marrë atë çka do të marrë dhe pastaj t'ju lëri përsëri tat. Nëse po flasim për një varësi, hajni veten me dhëm, nuk e di çfarë do bëni, mundohuni që ta kontrolloni veten. Një moment është dhe besoni ndonjëherë një moment mund të bëjë diferencën.
në jetën e secilit prej nesh. Dhe përsa i përket këtyre mendimeve autokatastrofike, domethënë të vetë shkatërimit, do i thosha është iluzion dhe janë hije që ju vetë keni krijuar në kokën tuaj. Jeni ju ata të cilët po sabotoni të parët veten tuaj me ndjesinë e fajt, me nuk e di të dyshimit apo të çfarëdo gjë tjetër. Mundoni të kuptoni që situatën e keni ju në dorë dhe qoftë një herë në jetën tuaj mundoni të tregojeni të fortë, të bindni veten që duhet të ndryshoni dhe në fund të arrini atë ndryshim. Kujdes, nuk japim hua, nuk investojmë në persona të cilët na kanë lënë shumë herë bosh, sikurse ju thash. Dhe kujdes juve që jeni në marrëdhënie të rëndësishme, sepse ky person hyn e del jetën tuaj dhe mund t'ju shkatërrojë gjithçka keni përsëri. Dhe çuditërisë se si shfaqet në jetën tuaja pikërisht atëre kur ju jeni duke u realizuar në diçka. Kështu që nuk është rastësi, bëni kujdes me këtë pjesë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, juve që jeni femra, ende po prisni këtë mashkull të marrë vendime të rëndësishme, ose të vendosë diçka në lidhje me marrëdhënien tuaj, ose me martesën tuaj, ose me bashkëtesën tuaj, ose me çfarëdo gjë jeni pritshmëri, domethënë në lidhje me këtë mashkull, sidomos juve që jeni në marrëdhënie serioze të martuara, prisni që bashkëshorti juaj të marrë një vendim shumë të rëndësishëm, ose të merret një vendim i rëndësishëm në lidhje me bashkëshortin tuaj, nëse ky po pret një punë të rëndësishme, apo po pret të shpërnguleni bashkë, apo nuk e di se çfarë qoftë. Çfarëdo gjë qoftë, i bie që duhet të vendoset pikërisht ditën e mërkur kjo gjë, por duket dhe shumë qartë që u bë një kohë shumë e gjatë që jeni në pritje të diçkaje të tillë. Ju që jeni me shkuj dhe vetë, domethënë jeni në situata të tilla, nuk e keni juve situatën në dorë, domethënë është diçka e cila nuk varet dhe 100% me se s'bën prej jush, ama prap një farë zgjidhje mund ta jepni, le të themi. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte tregon se jeni duke planifikuar një farë udhëtimi ose se papritur mund të dali brenda një bisede papritur. Ai të ikim ore kur do ikim, po të ikim, ose thjesht mund të komunikohet, ju marr dikush telefonin, ju thotë është urgjentisht duhet të nisesh për këtë çështje, për këtë problem, për këtë punë, për nuk e di se çfarë, mbas është dhe çështje pune, duhet të nisesh në udhëtim. Dhe diskutohet udhëtimi pra, që do realizohet shumë shpejt ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku ashtë lodhur jeni ore, sa s'ka ku të vej më, domethënë duket se, po jeni dorëzuar totalisht, është ai moment që thua po s'mandjen fare bota të shkatërrohet. Dhe nëse është dhe ditë gjatë së cilës duhet të merrni vendime të rëndësishme ose të pozicionoheni për të ardhmen tuaj, atëherë besomuni nuk keni për të lodhur, jeni të mbrojtur nga vetë universi, vendimet do merren aty për aty, zgjidhjet e problemeve do vinë vetvetiu, kështu që çdo gjë vjen me zgjidhje, çdo gjë vjen me arritje dhe me sukses, pikërisht në këtë momentin tuaj vulnerabël, ku keni dhënë gjithçka, kishit për të dhënë dhe nuk kishit më fuqi për të luftuar. Universi ju shpërblen dhe ju sjell pikërisht ato gjëra për të cilat luftuat me kaq shumë pasion dhe kaq shumë përkushtim. Përsa i përket tani, dhe kjo vlet dhe për shëndetin, shumë prej jush për shembull shpëtojnë, dalin mirë në lidhje me çështje shëndetësore, financash apo çfarëdo gjë tjetër që ishte problem në jetën tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku shumë qartë tregon se çdo gjë është pjesë e një momenti hynor. E një momenti të artë, kështu që do ende pak kohë të realizohet ajo gjë që kërkoni të realizoni, mos e humni besimin, çdo gjë do vi në kohën e vet. Por sido që të jetë, lërini gjërat të rrjedhin në rrjedhën e tyre dhe është më lehtë për t'u arritur ajo, si ta thuash, që kërkoni të arrini. Ndërkohë që përsa i përket ditës së diel keni vendime të rëndësishme për të marrë, sigurisht që ka ende sfida në jetën tuaj, sigurisht situatat jo të gjitha janë të lehta, sigurisht ju duhet të pozicionoheni dhe një prej gjërave kryesore që duhet të arrini ditën e diel ose me cilat duhet të angazhoheni për të gjetur një fazë zgjidhje është edhe puna me veten. Kuptoni se ku çaluat, pse çaluat, çfarë vendimesh morët, në ç'bazi morët, pse këto sfida në jetën tuaj, nga burojnë, nga vinë, çfarë gabimesh bëni ju her pas here. Pra, bëni punë me veten tuaj, kuptoni se jeni ju ata të cilët i krijoni situatat, mundohuni të bëni paqe me veten dhe çdo gjë pastaj është e mundur. Përshëndetje, përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Si çdo javë ja ku jemi dhe sot, ditë e diel, të shikojmë se si kjo javë ka përqen për ju. Nuk harrojmë sigurisht që nesër kulmohet hëna e plot në shenjën tuaj. Po, do ju zën pak ato çështjet ekzistenciale tuajat, Plutoni është aty, Uranin e keni dhe atë pjesëmarrës përballë jush diku aty vërdall.
Dhe sigurisht dhe Marsi është aty në shenjën e Luanit, kështu që gjithçka në shenjat fikse. Shenjat fikse, si që jeni dhe juve, do të ketë kozjatje kjo gjë. Thash, ka të bëjmë më tepër me ekzistencën tuaj, çështje ekzistenciale, kush janë, çfarë dua të arrit, pse nuk e arrita, çfarë iku, pse iku, që shiku e merak, jeni shenja shumë të thella, as e bet fjalë, dhe gjithmonë ringjallja juaj do të thotë des një herë pa ringjallem. Kështu që ju pret pak a shumë një proces i tillë ku ju transformoheni, ndryshoni për më mirë përmes vuajtjes së madhe të kuptuarit se çfarë duhet të largohet nga jeta juaj në mënyrë që ju të shpëtoni dhe të mund të keni një të ardhme më të mirë. Sigurisht to më të analizuara gjeni në YouTube Zodiac Oracle dhe parashikimet e muajit për shenjën tuaj, nuk hezitoni, shkoni, dëgjoni me kujdes, i keni të ndara me 10 ditësha në mënyrë sa më analitike, bëni like, subscribe, më thënë, abonoheni se si kushton asnjë gjë, mund të na lëni komentin tuaj dhe sigurisht edhe na shpërndani pak më tej. Për të rezervuar pastaj takimin tuaj në privat, na shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe nis dita e hënë për ju me manipulim, si mund të ishte ndryshe, por nuk do të thotë me se zvën që ky është një manipulim i jashtëm, që të tjerët ua bëjnë. Mund të jetë shumë një manipulim i brendshëm. Ju po e gënjeni veten tuaj, ju po e mashtroni veten tuaj, ju po e trysnoni veten për të besuar një realitet i cili nuk ishte i vërtet, ose mund të jetë i kohës së shkuar kjo gjë. Dhe pasi ta kuptoni këtë gjë, pra se çfarë keni punuar vetes ju të parët, atëherë vjen edhe përpjekja për të çliruar nga çfarëdo lloj manipulimi, gënjeshtre, mashtrimi, të cilën ju vetë ja keni bërë vetes tuaj pikë së pari. Megjithatë, nuk mund të përjashtoj mundësinë që edhe të keni qenë të manipuluar prej të tjerëve, të keni qenë lodra në duart e të tjerëve dhe të keni bërë ato çka të tjerët kanë dashur, pra mos keni pasur kontroll mbi jetën tuaj, një kontroll të cilin do kërkoni ta merrni tani. Dhe shumë gjë e bukur kjo, pra zgjoheni nga ëndra dhe kërkoni ato çka legjitimisht është e juaja. Por vetëm në qoftë se nuk do të vini si nuk do të vini përparësi frikës, fiksimit apo nuk e di çfarë mund të jetë ndjesi negative, atëherë mund t'ia dilni kësaj gjëje. Në qoftë se frika ju udhëheq, do të thonë, e kuptoj që ky person nuk ka bërë keq, po si ta lë që nuk arrihet asnjë gjë. Fundja dhe kjo hënë e plot këtë qëllim ka, t'ju bëj të kuptoni se ku jeni në marrëdhënie me të tjerët, cilat janë parimet dhe vlerat tuaja, çfarë bleni ju vërtet, dhe se çdo gjë keni në dorën tuaj, pra ardhmja është në duart tuaja. Dhe duke pas besim të plot tek vetja, arrini të shpëtoni dhe veten nga situata të tilla manipulative. Tani, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që tregon shumë qartë që diçka ka mbaruar, përfunduar në jetën tuaj, pra nisi ditën e hënë sigurisht e përfundon ditën e martë. Nuk është se mbaron, ka kohë që ka mbaruar, thjesht tu jepet ai finishi, ajo përfundimi, ajo kaq ishte, u binda, domethënë e pranoi dhe vet që kaq ishte dhe nuk mund të vazhdoj më tej. Pra është pikërisht ai momenti ku e pranon më në fund që diçka i ka ardhur fundi dhe jeni gati për të vazhduar përpara. Nuk e dini që ose gjatë ditës së martë thjesht i mbyllni, vini ka pak një çështjeje, një marrëdhënieje, një bashkëpunimi, një personi në jetën tuaj, apo është edhe dita ku edhe konkretisht dikush pasi vuajtje shumë gjatë largohet nga jeta juaj, nga jeta juaj, thjesht largohet nga jeta e vet. Kaq, do të thënë jep shpirti zi u njeri, por që pasi ka vuajtur shumë dhe vjen në formën e çlirimit kjo gjë në këtë rast. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku bëni shumë kujdes femrat e tjera në jetën tuaj, ose juve vetë po zhvilloheni dhe po kuptoni se në mënyrë që mund të çani përpara në jetë duhet të jesh pak e lig në thonjza, duhet të jesh pak personi keq ose statuash nuk duhet të jesh i mirë me të gjithë, ose mund të keni kuptuar se jeni kthyer dashje pa dashje një individ të tillë dhe nuk ka për t'ju pëlqyer kjo gjë. Do kuptoni gjithashtu se nuk doni më të jeni ajo femra tjetër në jetën e dikujt, por doni të keni rolin parimor, primar. Dashje pa dashje mund të jeni përfshirë në një marrëdhënie tjetër dhe të jeni kthyer juve në personin tjetër, gjë që nuk e dëshironi më të jetë pjesë e jetës tuaj, por mund të jetë edhe dita që kuptoni se një tjetër person, një tjetër femër po hyn në marrëdhënien tuaj në çift edhe është kjo arsyeja pse ju u ndat apo po ndajeni apo po mbaroni marrëdhënie në jetën tuaj. Tani ju që jeni meshkuj bëni kujdes, nuk i përfshini këto femrat e tjera në një marrëdhënie të rëndësishme të jetës tuaj dhe është gjuna, sepse do shkatroni me duart tuaja ose keni shkatruar për shkak të kësaj gjëje. Ju qeni femra, kujdes nuk ju leverdis të
hynë në debate apo të përfshirni në tensione me femra të tjera të pushtetshme, të rëndësishme, e me radh. Ama, po nëse do të jepni vlerë vetes tuaj, atëherë vazhdoni. Vazhdoni sepse është e drejta juaj fundja. Kujdes me shpenzime ditën e mërkurë dhe kujdes gjithashtu edhe me borxhe që mund të keni, mund të shtohen. Pra kujdes se si ecni me financat. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku sigurisht që duhet të keni besimin tuajtës, pra po ecni në të njëjtën linjë. Ku që ditën e hënë edhe deri ditën e enjte, nëse ka diçka që nuk shkon në marrëdhëniet tuaja, në çift apo në bashkëpunime, intuita juaj ju tregon qartë këtë gjë. Pra i thot alert, i thot kujdes. Gjithmonë shenjat kanë qenë aty, gjithmonë ka pas shenja, sikurse po thosha, të cilat duhet të kishe vënë re. Tani, çfarëdo lloj gjëje qoftë që ishte, do merret vesh, dhe çfarëdo lloj gjëje është, do zbulohet më në fund, ose do pranohet për atë çka është. Por ama shenjat kanë qenë aty që në fillim. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku favorizohen njëjët e reja, as që bëhet fjalë, por mund të dalin në pa edhe një lidhje fshet. Jemi në të njëjtën linjë tërë javën, okay? Kështu që edhe të premten e njëjta gjë është. Për të gjithë juve që keni qenë në situata të tilla, ose jeni në situata të tilla, gjërat merren vesh, zbulohen, kuptohen e me radh. Por për ju që nuk jeni në situata të tilla, të tipit i keni dhënë fund shumë kohë përpara, tani thjesht po mundoheni të krijoni diçka të re, atëherë dita e premte ju jep mundësinë të njihni një individ të ri. Se si do vej kjo marrëdhënie pastaj është tjetër gjë, por të paktën keni mundësinë e njohjeve të reja, bashkëpunimeve të reja, kontakteve të reja, të cilat varet se si do ecin në vazhdim, por që të paktën mundësinë e keni të nisni diçka të re. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e këtu tani rrëfehemi, okay? Do të thënë këtu dikush ka për t'ju thënë diçka, kujdes, nëse nuk keni prova, nuk i besoni gjërave, nuk i besoni fjalëve, mund të jenë thjesht fjalë. Nëse ky rrëfim vjen me prova, atëherë çfarë të themi pastaj? Uroj të jetë në të mirën tuaj, uroj t'ju hyjë në punë, apo t'ju bëj punë, mund t'jeni dhe ju ata të cilët shkoni dhe i rrëfeni dikujt për diçka, sido që t'jetë me kujdes. Mirë është të mos zbulojmë shumë për veten në këto momente çikshu të vështira, sepse varet se si tjetri do i përdori, varet se kush do jetë tjetri, e me radh. Por edhe juve nëse vjen dikush dhe ju thot diçka, mundoni ta çekoni atë që po ju thot, dhe sigurisht nuk marrni fjalë këtej dhe i çojmë andej, sepse bara bie tek ju pastaj. Është tuna kjo. Përsa i përket tani ditës së diel, dita e diel është dita ku këtu tani ndajemi. Pra, i bie që gjithë java pak a shumë po ju tregon se ku jeni, ka diçka që nuk shkon me marrëdhëniet tuaja, atëherë këtu o me të vërtet arrim në një divorc ose thjesht arrim në një ndarje. Edhe këtu mbyllet edhe java përfundimisht. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri ditë e diel sot, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht ju urojmë gjithmonë të jetë një javë sa më e mbar, sido që të jetë parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, të ndara i keni dhe analitika në një mënyrë që nuk e di, ku mund të shkojë më shumë se aq. Bëni një like aty, lini një koment, nuk harroni sigurisht të abonoheni dhe të aktivizoni zilen për njoftime që të postimeve që jeni merr pasere, dhe sigurisht që nuk harroni të bëni dhe një share, të na shpërndani dhe më gjerë. Përsa i përket pastaj parashikimeve private, atëherë shumë mirë mund të rezervoni takimin tuaj në privat, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Edhe dita e hënë si na jep bukur me bashkëpunime, me arritje, me zhvillime, me sukses, me të qenit, nuk e di, do ndjeni të realizuar vërtet ditën e hënë, do ndjeni të plotësuar, do ndjeni se keni arritur një farë ekuilibri në jetën tuaj. Nëse punoni në një skuadër ose keni punuar me një grup njerëzish për të arritur një qëllim të përbashkët, duket se qëllimi ju shpërblen dhe çdo gjë arrihet ashtu sikurse ju e kishit parashikuar, ose vërtet mund të jeni nisur si skuadër për të arritur diçka, por personi i cili përfiton më tepër nga kjo nisëm, kjo punë, ky bashkëpunim, çfarëdo gjë tjetër qoftë, jeni ju. Gjithashtu është ditë shumë e bukur për të dalë, për të argëtuar, për të dëgjuar pak muzikë, për të qenë në prezencë të miqve tuaj, për të festuar ndoshta diçka. Është ditë e bukur në vija të përgjithshme dita e hënë për ju. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë sjell shqetësime, të cilat se thua është një ditë e cila është ndryshe në mëngjes, ndryshe në drekë dhe ndryshe në darkë. Do të thonë është e paqëndrueshme.
vjen me paqëndrueshmëri, mund të ketë debate në fillimet të saj, mund të ketë prishje planesh, mund të mos ju realizohet një, nuk e di, objektiv që doni të realizonit, dhe një problem atje ku realisht problem nuk ishte, ose mund t'ju fyejnë, mund të dëgjoni fjalë fyese, mund të përjetoni situata të cilat nuk janë të reja për ju, dhe sidomos në çift apo në bashkëpunime, dhe nëse kjo gjë vjen, nëse kjo gjë domethënë është vërtet prezent në jetën tuaj, atëherë vjen pikërisht për këtë arsye, për të kuptuar se nëse një problem nuk e lufton në rrënjën e saj, atëherë mos prit që gjërat të ndryshojnë thjesht kot kështu vetveti ose nuk kanë për të ndryshuar. Dhe këtë gjë ka më tepër ju thash për një marrëdhënie në çift. Nëse tjetri po vazhdon t'ju fyejë akoma, nëse se kënaqeni sepse kalon një fortuna dhe duket sikur jeni mirë, por pastaj në të njëjtën situatë tjetri kthehet në po të njëjtën mënyrë, nëse kjo gjë përsëritet, kuptoni se asgjë nuk ka ndryshuar, duhet të përballeni me situatën për atë çka është, duhet tjetrit t'ia thoni gjërat në sy dhe të mos gënjeni më veten tuaj. Ama sidoqë që tjetër është një ditë që sjell probleme, mund të jetë probleme të vogla, ju thash, keq kuptime të vogla, ose ngecje të vogla, ose probleme të vogla, çfarëdo gjëra qofshin, që ashtu sikur se vinë, ashtu edhe largohen. Sidoqë që bëni kujdes, nuk shpenzoni, nuk investoni pa mendje, nuk i huazoni dikujt sepse hajde më thjesht pati nevojë dhe pastaj do bëni pishmend. Me qetësi merreni këtë ditën e martë, është çik e paqëndrueshme sikur se tash si ditë. Ama ashtu sikur se vinë probleme dhe shfaqen, ashtu edhe largohen. Tash për gjëra të mëdha, ama kujdes, nuk është ditë që ti merrni kështu shkarazi. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë, është një ditë shumë e bukur për sa i përket juve që jeni çift, që mbase ndoshta keni pas dhe probleme, por mbase dhe jeni ndarë për një farë periudhe, por që ja ku po gjendeni përsëri së bashku, pikërisht sepse e kuptoni se ka diçka më të fortë se ju që ju bashkon. Dhe përsa ku ekziston kjo gjë, atëherë ndarje nuk ka, prishje nuk ka, dhe çdo problem që keni mundeni shumë mirë ta sheshoni me këtë lloj gjëje, domethënë afrimiteti, si të thuash, intimiteti juaj është dhe forca ose arma juaj më e madhe për të kaluar vështirësitë, për të përballur vështirësitë dhe për të dalë fitimtar. Domethënë nëse na dalin probleme ditën e martë, për të gjithë juve që marrëdhëniet tuaja keni të konsoliduar, të fortë, duket se do ja dilni përsëri të triumfoni ndaj problemeve, dhe kjo fakti që keni një kimi me njëri tjetrin, e cila kimi ju shpëton gjithmonë nga rreziqet e mëdha. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë që favorizon shumë çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje ligjore, gjyqësore, të punës, të karrierës tuaj. Pra do merrni një lajm shumë të rëndësishëm, ose zgjidhet një çështje e rëndësishme karriere ose zyre nga një individ i cili ndërhyn dhe ju a bën këtë gjë të mundur, ose ju që jeni angazhuar në një projekt të rëndësishëm të madh, duket se fal punës tuaj të palodhur, fal impenjimit tuaj, arrini një sukses të merituar. Por që sidoqë të jetë, kështu është dita e enjte. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku është i ngjasun ditës së martë. Çfarë tregon kjo? Ka në jetën tuaj individ të cilët gjithnjë më tepër dhe gjithmonë ka se probleme as si bëhet fjalë, por që ju nuk e di pse e keni toleruar. Mund të jenë këta në shoqërinë tuaj, mund të jenë persona që keni në familjen tuaj brenda, ju sjellin shqetësime, ju sjellin probleme, probleme të cilat mendoni se i zgjidhni, por në fakt nuk janë zgjidhur. Mund të jetë një bashkëshort i cili është problematik, i cili luan për shembull, ose i cili nuk e di ka vese nga më të ndryshmet, mund të jeni ju, të cilët nuk e di jetoni keni një jetë kaotike, jeni pjesë e një martese kaotike. Domethënë është diçka, kjo është diçka e përsëritur njerë. Janë probleme të përsëritura, është kaosi, janë problemet, janë sëmundjet, si mundjet me natyrë autoimune, pse jo, ose ato të cilat janë të përsëritura në kohë. Bëni kujdes, këtë e keni ju në dorë ta kuptoni se nga buron dhe nga vjen. Në një biznes ose një sipërmarrje mund të ketë bashkëpunëtor të cilët ju vjedhin, ju mashtrojnë dhe ju lënë bosh. Pra çfarëdo gjë qoftë ky problem që po shohim këtu dhe është i përsëritur, e keni ju në dorë ta rregulloni dhe ta sistemoni. Kujdes, do kapur ama që në rënjë. Jo në sipërfaqe, do i shkoni gjave shumë thellë për të arritur e ta zgjidhur këtë çështje. Dhe po është e vjetër në kohë, nuk është e re. Kjo dhe e premtja. Përsa i përket së shtunë, dita e shtunë ka lidhje shumë, fillon që ditën e premte, ju thashë ajo ka lidhje dhe me shëndetin,
por ja ku po shtrihet edhe në ditën e shtunë. Pra dita e premte dhe dita e shtunë kërkon një kujdes shumë të madh për të gjithë ju që keni probleme shëndetësore dhe i keni në ato pas dore, ta angazhoni më në fund me to të kuptoni që aty ka një problem dhe nuk duhet ta nashkaluar më. Kështu që bëni kujdes me shëndetin tuaj ditën e premte dhe ditën e shtunë, dhe përsa i përket ditës së diel, çfarëdo lloj gjëje është pjesë e procesit të zhvillimit tuaj, të transformimit tuaj. Aq kishte për të dhënë, dhe tani duhet të largohet, pranojeni si fatin tuaj, lëreni të iki, si të jetë person, si të jetë situatë, si të jetë çfarëdo lloj gjëje, kaq kishte për të ofruar, kaq kishte për të dhënë. Ajo çka ju pret prej këtij në vazhdim është një fillim i ri, një mundësi e re, kështu që mos u ndjeni keq, por përkundrazi, mundon të kuptoni që kjo që ka ndodhur është thjesht pjesë e një procesi realizimi më të madh dhe më të rëndësishëm akoma. Për shëndetje, përshëndetje shenjë Britsjapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj si çdo javë dhe sot ditë e diel do bëjmë po të njëjtën gjë siç bëjmë gjithmonë. Sido që të jetë ju uroj një javë sa më të mbar. Mos harroni të na vizitoni, të na dëgjoni her pas here në YouTube Zodiac Oracle. Nëse ju e keni bërë këtë gjë, atëherë bëni share atë postimin e muajit, postime ndoshta të tjera tek individët që edhe ata mund të kenë nevojë të dëgjojnë apo të informohen mbi ato çka jeni informuar edhe ju. Nuk harroni të bëni like, nuk harroni edhe të na lini një koment pse jo, na ndihmoni që të zhvillohemi në këtë lloj mënyre. Nëse pastaj keni dëshirë të rezervoni takimin tuaj në privat, nuk hezitoni të na shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe me që e nisëm kështu si e nisëm si gjithmonë, përse e përket ditës së martë do më bëni shumë kujdes me mashtrimet dhe sidomos ato që kanë lidhje me dashurinë dhe ato që kanë lidhje me financat. Sidomos juve që mund të keni lindur aty në datat 8, 9, ndoshta edhe 10 të muajt, pra të shenjës tuaj, bëni shumë kujdes me çështje ekonomiko-financiare, me diçka që premtohet dhe që ka lidhje me karrierën tuaj, me diçka që ka lidhje me një investim apo me dashurinë në vija të përgjithshme, është mashtrim, është gënjeshtër, mund ta pasoni keq. Përsa i përket ditës së martë, vlen po e njëjta gjë. Pra, një lajm që domeni ju shqetëson, nuk është ai që prisnit, mund të ketë lidhje me një individ të rëndësishëm të jetës tuaj ose me një planifikim tuaj në lidhje me punën, me investime, me gjëra të tilla. Është e bashkangjitur ose i bashkangjitet ditës së martë. Dhe nëse vërtet nuk më dëgjoni këshillën përsa i për ditës së martë, ditës së hënë, dhe nëse nuk më dëgjoni këshillën për që u thash për ditën e hënë, shumë bukur dita e martë tregon gabimin që keni kryer ose gjërat i shfaq haptazi para syve tuaj, por që lajmet nuk janë të mira ditën e martë, bëni kujdes. Përsa i përket ditës së mërkur, ende pritet një kthim, apo jo, ende po pris që dikush të kthehet në jetën tuaj. Dhe me sa duket do kthehet, do dëgjoni, do merrni lajme prej këtij individi. Nuk e di se sa këto lajme ama kanë për t'ju pëlqyer, nuk e di se sa ato çka ka për t'ju thonë ky person kanë për të qenë ato që ju realisht prisnit të dëgjonit. Pra kthimi është aty, rikthimi nuk e themi dot sepse është një proces. Por që kthimi është aty, mesazh do merrni, do dëgjoni lajmin ndaj këtyre personave, por varet se çfarë faze ndodhen me jetën e tyre. Por shumë të kthehen, por të kenë nisur një lidhje tjetër, të jenë një marrëdhënie tjetër, ose të jenë diku jashtë, nuk janë më këtu ku ishin. Jeta e tyre ka ndryshuar dhe ju kuptoni që nuk mund të jenë, nuk bet më, domethënë, nuk ndodh më të ktheheni përsëri bashkë. Kështu që ama çdo që të jetë do shfaqet, no? Kjo është vetëm një gjë e sigurt. Dhe ka shumë gjasa të ndodhi kjo gjë ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku ende jeni në pritje të diçka të madhe, që mund të ketë të bëjë dhe me karrierën tuaj, ndoshta me një ndryshim që po e prisni të vinë në jetën tuaj, me një person që po e prisni ndoshta të shfaqet, ose me diçka që thjesht prisni si telefonat apo si lajm apo ama nuk kuptoj një gjë. Domethënë duket shumë qartë këtu që ju mund ta ndryshoni këtë situatë. Ju mund ta ndryshoni shumë kollaj. Ta zënë se po prisni dikë, mund t'i shkruani ta qartësoni gjën. Bëhet s'bëhet, po keni frikë. Keni frikë se çfarë përgjigje do merrni dhe prandaj qëndroni këtu në vend numëro. Ama kuptoni një gjë, për sa i përket asaj që ka mbaruar. Përsa i përket një dashurie platonike që thjesht është në mendjen tuaj, por nuk ekziston në realitet. Përsa i përket çfarëdo lloj gjë që është në dorën tuaj për ta realizuar, po ju nuk e idhni hapin, nuk e bëni lëvizje sepse keni frikë se me çfarë do përballeni, atëherë besoni në vend numëro do të qëndroni dhe shumë shpejt do shfaqet diçka që do ju detyrojë të bëni lëvizjen. Doni apo s'doni ju, kështu që thjesht po humbisni kohë, kaq duhet të kuptoni. Përsa i përket pastaj ditës së premte,
Dita e premte është dita ku me të vërtet favorizohen financat, me të vërtet favorizohet iniciativa e lirë për sa i përket investimeve, ose nismës një bashkëpunimi të rëndësishëm, ose marrjes së lajmit për ju femra që do bëheni mama, për ju që jeni meshkuj, duket se e keni gjetur femrën në jetës tuaj edhe së shpejti keni ndërmendje të propozoni, mund të jeni duke diskutuar si çift për një fejes, një martesë, një bashkëjetesë. Por sido që tjetër është një ditë që favorizon, sikur se thash edhe një herë, shumë financat, favorizon shumë çfarë do gjë ka të bëjë me biseda, me bisedime, pra me nënshkrime, me kontakte që ju ndihmojnë të rriteni edhe të zhvilloheni për sa i përket financave tuaja, ose thjesht mund të arrini në konkluzionin se gjërat po ju ecin mirë, po nuk po ju ecin mirë dhe ju më në fund po stabilizoheni, po vini re një farë stabiliteti në jetën tuaj, sidomos për sa i përket aspektit material të jetës tuaj. Kështu që çfarë të them më shumë se kaq. Është një ditë e bukur për sa i përket çështjeve të tilla që ecin, ose thjesht kuptoni se ja dolët. Si kështu si ashtu mirë është. E premtja, po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë, hajde ju që jeni çift, përjetoni dhe një muaj mjalti akoma, pse jo? Juve që keni bërë një, ju që se keni bërë një akoma dhe normalisht u martua, ja ku jeni në një udhëtim muaj mjalti, por që çdo që tjetër është një fazë e tillë e bukur, e keni parasysh është muaj mjalti të pa kokçarje, pa pengesa, pa probleme, është një periudhë e tillë e jetës tuaj, e dita e shtunë sa i ngjatë të paktën. Një faze, ku dëgjojmë, që i ngjason sa i muajit të mjaltit, ose edhe mund të merrni pjesë në martesën e dikujt. Mund të jetë edhe juaja, nuk e di, por nëse nuk është e juaja, jeni të ftuar në një dasëm dhe duket se do kaloni mirë. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju thotë që për çfarë do gjë kërkoni të realizoni, ende nuk është momenti. Pra, mos u lodhni kohë ditën e diel për të arritur diçka, ose për të realizuar diçka, ose për të kërkuar një favor apo çfarë do gjë qoftë, ende nuk është momenti për të arritur kjo gjë. E hënë martë, mërkur, e ejte, e premte shtunë e diel, kjo ishte java edhe për ju. Përshëndetje, shenja ujori dhe ja ku jeni përsëri në Zodiac Oracle, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, ditë e diel sot. Dhe fillon java nesër sigurisht, deri sot jeni të mbuluar me parashikime që nga java e mëparshme, sido që të jetë për më shumë saktësi në ato gjëra që duhet të dëgjoni apo ju leverdis të dëgjoni dhe të mësoni, sigurisht që shkoni dhe na ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, dhe di që i keni aty të ndarë sipas datës që i përkisni, nuk harroni të bëni një like, të na shkruani një koment, dhe pse jo të na shpërndani dhe më gjerë. Dhe nëse dëshironi të rezervoni një takim në privat, atëherë shumë mirë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Jeni në ndikimin e hënës së plot nesër, kulmohet nesër, ka nisur që 3-4 ditë para, po i ndjeni ato efektet apo jo? Sidomos për sa i përket çështjeve të imazhit tuaj publik, ka zënë çik frika, nuk e di nëse keni dhe gjërat që do të fshihni, nuk do të merren vesh, ka zënë çik paniku se mos dalin, se mos merren vesh, se mos përfshin në skandale e gjëra të tilla. Për sa i përket karrierës tuaj, duket se ka një farë paqartësie aty. Dëshironi apo jo të mbeteni në të njëjtin ambient pune, keni pikasur diçka që nuk e di, ju është mbajtur e fshet, apo duket po shikoni ju si një goditje pas shpinë, apo një moment tradhtie apo diçka të tillë. Sido që të jetë, nuk përfshin debate me persona të rëndësishëm të jetës tuaj, me autoritetet e shtetit njerë asnjëherë. Për sa i përket shtetit vetë, jo ajo, për sa i përket e prorit tuaj me qetësi, dhe për sa i përket një prindi të rëndësishëm, ku varet se kush e ka rolin më të rëndësishëm, dhe aty mendoni mirë përpas të jepni hapat, sepse nuk ka më këtim pas. Tani, dhe për sa i përket martesës, çfarë të them, nëse ka diçka që nuk shkon, do dalja ajo, do duket këto kohë. Tani, për sa i përket ditës së nesërme, pra jeni në një fazë reflektimi, pauze, me thënë nuk keni pritshmëri, nuk keni dëshirë as për të lëvizur, as ishte më të vogël për të sjellë ndryshimin. Jeni akoma duke reflektuar, akoma duke menduar, nuk e shikoni të arsyesh me të lëvizni apo të merrni vendime të rëndësishme për momentin dhe nuk dua këshilloja. Ky është një moment vërtet pauze, reflektimi, ndani mendjen se çfarë doni të realizoni, për këtë dhe shërben dita e hënë, thjesht të vendosni mendimet tuaja në një vit të drejtë. Dhe më pas
kur t'jeni të sigurt për atë çka doni të kërkoni, të komunikoni të tjerëve apo të realizoni, atëherë po mund të lëvizni, por që dita e hënë nuk favorizon lëvizje, vendimarrje, gjëra të tilla. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sjell një realizim shumë të madh që ka të bëjë me një frymëzim të rëndësishëm ose për diçka që kishte vendosur qëllim vetes tuaj, duket se më në fund arrihet. Shumë prej jush mund ta quani këtë arritje edhe qëllimin e jetës tuaj. Për ju që jeni artista, për ju që i përkisni pra botës së artit, sidomos të artit, nuk e di se çka po përgatisni tani, por me të vërtetë që ka për të çuditur, mahnitur botën anë e mban. Është moment frymëzimi i bukur, mund të arrihet çfarëdo lloj gjëje me anë të intuitës, frymëzimit dhe ideve që do të keni ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita kur bien maskat. Ju pikë së pari tregoni të sinqertë me veten tuaj për atë çka realisht jeni më në fund. Pra, unë ky jam, nuk mund të ndryshoj, nuk dua të ndryshoj më, jam shumë krenar për të gjë që kam arritur, ama e kuptoni se dhe jeta ka fazat e veta. Dhe ndonjëherë je i detyruar për secilën fazë, secilin moment të mbash dhe një mask të caktuar, aq sa për sa të arrit ai qëllim i nevojshëm. Dhe tani që qëllimi u arrit, e shikoni se të panevojshme më të mbani po të njëjtën mask apo të silleni në këtë mënyrë të caktuar. Kështu që prandaj po ju them, dita e mërkurë është dita kur bien maskat, ju tregojeni për ato çka realisht jeni, pikë së pari të sinqertë me veten tuaj dhe pastaj edhe me të tjerët, dhe sigurisht bëheni gati për të nisur fazën e re. Po që s'do të jetë, është një ditë transparence, le të themi. Dita e mërkurë për ju në raport me veten tuaj, po dhe në raport me të tjerët personat e rëndësishëm në jetën tuaj gjithashtu. Ejtja është një ditë që favorizon punën, rutinën, në njëta situatë, njëta gjë, përpiqemi për të arritur një rezultat të caktuar, për të mbyllur një punë që kemi nisur prej kohësh, dhe duket se jemi në rrugën e dur dhe çdo gjë është e arritshme. Por ju të gjithë që keni qenë për një farë periudhe të gjatë pa punë, duket se këtu jepet mundësia e një punësimi më në fund. Por që në përgjithësi është ditë e tillë. Për sa i përket ditës së për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku duhet të bëni shumë kujdes nga individët të cilët ju qenë si shok, por janë në fakt vetëm shok që s'janë. Bëni kujdes mashtrimin, manipulimin, gënjeshtrën, tradhtin, lajkat, sepse ju marrin në qafë. Këta janë anëmiq të vjetër, po të përbetuar, shumë të zgjuar, shumë dinak. Unë do jepja një këshill, mundoni të mësoni nga dinakëria e tyre, mundoni të mësoni nga sjellja e tyre e mëparshme, përdorini lojën e tyre në favorin tuaj, por sido që të jetë, mundoni të bëni kujdes sepse mashtrimi ndihet në ajër ditën e premte dhe ju mund ta vini re në ambientin e punës, mund ta vini re në shoqëri, dhe kudo tjetër që sigurisht kjo synon t'ju bëj keq. Pra mos bini pre e lajkave, e gënjeshtrave, nëse ju thuhet, ju komunikoj diçka si informacion apo si diçka e besuar, mundoni ta çekoni, doppio çekoni dhe të mos e transmetoni më gjerë nëse nuk keni të sigurt për atë çka keni dëgjuar dhe nuk e keni verifikuar, sepse në fund pastaj dini ju, do ekspozoheni juve keq. Dhe kujdes edhe skandalet, kujdes se kujt i besoni ato si ta thuash, sekretet tuaja, sepse dikush mund ta përdori diçka tuajën kundër jush për të përfituar vetë, kam fjalën gjithmonë. Dhe kujdes korrupsionin, sepse është dhe ditë korrupsioni ajo, kështu që mund t'ju kushtoj rënd. Kujdes. E premtja. Pastaj përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku ju lidh shumë puna me shenjat e zjarit, por që më tepër ju lidh puna me Luanin, as i bëhet fjalë, kemi Marsin aty, Plutoni është në shenjën tuaj, nuk mund të them që janë akoma afër njëri tjetrit, por sido që të jetë një zë se bëjnë her pas here. Me këtë hënën e plot të kësaj jave sigurisht që bën zës shumë, kështu që nuk e di që s'do ju lidhi puna me shenja të tilla ditën e shtunë, por që mund të jetë pjesa e mashtrimi, gënjeshtre, falsiteti që u thash për sa i përket ditës së premte, kështu që bëni kujdes. Tani për sa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë shumë e bukur për të zgjidhur probleme që mund të keni, për të bërë një farë kompromisi, për të komunikuar idetë tuaja, në qoftë se është krijuar një farë keqkuptimi, ta zgjidhni atë, e në përgjithësi ditë e tillë është. Por që kujdes shumë ditën e premte dhe ditën e shtunë,
dita e diel sido që tjetë korrigjon gjëra, por që sa të arrim tani të korrigjojmë, të sqarojmë, të bëjmë, le ta evitojmë atë që mund të evitohet që ditën e premte dhe të shtunë. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që uroj të jetë sa më e mbar, sa më pak e lodhshme, sigurisht që në mënyrë më të detajuar dëgjoni parashikimet e javës të muaj, të kisha fjalën më tepër, në YouTube Zodiac Oracle, ku sigurisht bëni like, mund të lani një koment, por edhe na shpërndani një gjerë, tek të gjitha ata që mendoni se e meritojnë një interpretim të muajit, ashtu sikur se ju e keni dëgjuar për veten tuaj. Atëherë, nëse pastaj keni dëshirën e madhe për të rezervuar një takim në privat, për të parë gjërat në mënyrë më të detajuar, atëherë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Dhe fillojmë me ditën e hënë edhe për ju, një ditë e cila ju jep mundësinë ta krijoni të ardhmen tuaj si të doni ju. Domethënë duket sikur ju jepet liri veprimi. Sidomos ama ju që jeni në botën e artit, të shkrimit, të medias, të teatrit, të çfarëdo gjë që u lit me gjëra të tilla. Këtu nuk e di se çfarë po krijoni, nuk e di se çfarë po punoni, çfarë projekti do lançoni, por ju betojmë ka për të qenë një sukses i cili i tejkalon edhe pritshmëritë tuaja apo ëndrat tuaja më të çmendura. Sido që të jetë është një ditë e cila favorizon muzikën, të dalurit, të argëtuarit, partit, shoqërinë e mirë, artin, të gjitha këto së bashku, mundoni ta shfrytëzoni dhe të karikoni bateritë tuaja, pse jo. Çfarëdo lloj bisede pastaj mund të lindi për rreth artit, rreth kulturës, rreth gjërave të tilla, ose thjesht jeta juaj sociale duket më aktive ditën e hënë, mundoni të përfitoni sepse përmes këtyre daljeve tuaja, angazhimeve tuaja sociale, shoqërore, kulturore, pse jo, duket se vini jetën tuaj kontakte, njerëz të cilët kanë për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin tuaj profesional, kulturor, ndoshta edhe personal, pra në lidhje me dashurinë. Atëherë, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku do të themi suksese, po e themi një gjë e tillë po ndodh. Pra diku ja keni dalë, diku keni shndritur, diku keni, o Zoti i Madh, një peshk të tillë, inshallah vërtet të jetë kështu, dhe ti themi suksese, lart e më lart, shumë mirja dole. Kjo mund të ketë të bëjë me çfarëdo lloj gjëje, që nga një angazhim me të cilin keni ndërmarrë këto kohët e fundit, dhe duket se ju del me sukses, por që ka dhe një natyrë ligjore deri diku, ka të bëjë ndoshta me studime, ka të bëjë me zhvillimin tuaj profesional, të karrierës tuaj, të botkuptimit tuaj, të çfarëdo gjë qoftë, themi suksese, shumë bukur ja dolët, lart e më lart, do Zoti inshallah se e meritoni. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë po pra është e njëjta gjë, prap ju komunikoj diçka në mënyrë ligjore tashmë të prekshme me anë të një kontrate, të një shkresë të rëndësishme, ku ju thuhet se ja dole, bravo të qoftë, shumë mirë ja dole. Ama për të gjithë juve që keni gabuar diku, keni shkelur një dras mangët, nuk e di se çfarë, i bie që do përballeni me pasoja, do përballeni me ligjin, dhe kjo gjë është e pa evitueshme. Sido që edhe më edhe dita e mërkurë këtë natyrë ka pak a shumë ligjore, gjyqësore. Për ju që prisni prej shumë kohësh, marrini një vendim i merret dhe jeni ju favorizon, pra është sukses i madh. Për juve që çfarë të bëjmë tani? U solli çik gabim? Do vuani çik pasojë, as kemi çfarë të bëjmë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku urroj sinqerisht me dëshirën më të madhe, sidomos për juve që keni kaq shumë kohë që po e prisni këtë gjë, të merrni lajmin e shumëpritur se do bëheni nëna më në fund, o Zot nuk e di, u uroj me gjithë zemër. Ose në qoftë se nuk e keni këtë gjë në mendje për veten tuaj, por njihni dikë i cili vërtet e dëshiron këtë gjë, duket se lajmet janë të mira, sjellin lumturi në lidhje me këtë çështje, dhe edhe ju lumturoheni sepse dikush më në fund ja doli, pra dhe është person i dashur për ju. Pra nëse nuk jeni ju, i bie që merrni vesh se dikush që doni shumë dhe ka vuajtur shumë në lidhje me këtë çështje, ja doli më në fund, shumë e bukur. Shumë e bukur. Enjte, për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita ku bëni kujdes çfarëdo lloj arritje që mund të keni,
Çfarë do gjë që mund të keni dalë jetën tuaj dhe quhet arritje ta mbani larg syve të kurreshtarëve, duket sikur po ju spionojnë, gjithë syt i kanë tek ju, presin se kur ju do bëni gabimin e radhës, por nga ana tjetër është një moment shumë i bukur zhvillimi për ju, ku ju kuptoni se kush janë armiqtë tuaj, nga duhet të keni kujdes, intuita juaj është në maksimum dhe ju ndihmon të evitoni probleme dhe të evitoni rreziqe që ju kanosen. Është moment shumë i bukur për ju që jeni vetëm të takoni shpirtin tuaj binjak, por ju ama që jeni përfshirë në marrëdhënie treshe, bëni kujdes sepse shfaqet, del në sipërfaqe kjo gjë dhe ju plaset suratit. Është një ditë shumë e bukur për të diskutuar për kontrata të rëndësishme, bashkëpunime të rëndësishme, të cilat ju zhvillojnë dhe ju japin mundësinë të hapni krah dhe të fluturoni në horizonte që nuk i kishit menduar ndonjëherë do mund të fluturonit. Pra kontrata pune, gjëra të tilla favorizojnë jashtëmase shumë ditën e premte. Dhe çfarëdo gjë mund të ketë lidhje dhe me çështje ligjore, gjyqësore dhe këto ecin në favorin tuaj, por kujdes, çfarëdo gjë që do të diskutohet prapa kuintave për të mirën tuaj, atëherë mundohuni po ta mbani prapa kuintave të mbetet sekret derisa të jetë e realizueshme dhe derisa ju të keni dalë jashtë rrezikut. Çfarëdo gjë ka të bëjë me biseda, çfarëdo gjë ka të bëjë me media, çfarëdo gjë ka të bëjë me rrjetet sociale, çfarëdo gjë ka të bëjë me rrjedhjen e informacionit, kujdes. Mos të ekspozoheni keq, do me thënë, sepse mund të jetë edhe një ditë që mund të kërkojë dikush apo disa të hedhin baltë mbi figurën tuaj. Sa do ja dalin në tjetër gjë, por ju sido që të jetë bëni kujdes. Studime duket se ecin mirë dhe për çështje pune mund të dalë edhe një udhëtim kështu, papritur, papandehur, ditën e premte. Përsa i përket shëndetit, që t'i prekim gjitha sepse janë të gjitha në atë letër, përsa i përket shëndetit, një kontroll që keni bërë, duket se nxjerr qartazi problemin i cili ekziston në jetën tuaj, është diçka e zgjidhshme, por nuk zgjidhet me anë të mjekësisë moderne, ka mënyra të tjera se si zgjidhet ajo gjë. Do ta shikoni kush është tamam në këtë lloj faze, sikurse ju them gjithmonë. E hënë e martë, e mërkurë, e njëjtë e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, nëse jeni ndarë me dikë, ose nëse dikush është ftohur, ka mbaruar një marrëdhënie dhe ka mbaruar çik çuditshëm, atëre po dikush ka ndërhyrë dhe diçka ka bërë për t'ju ndarë nga ky person. Do ta shikoni dhe ta ndjeni këtë gjë shumë të theksuar ditën e shtunë. Kjo nuk do të thotë ama se do arrihet qëllimi deri në fund, do me thënë, ama do jepja edhe një këshill. Në qoftë se dikush është larguar apo po largohet nga jeta juaj dhe ju doni ta ktheni me sezvëna të pas dhe veni dhe angazhojnë në gjëra të tilla, kujdes sepse këto gjëra ju bien për koke dhe janë të rrezikshme. Pra kujdes se çfarë realisht po kërkoni të realizoni. Ndonjëherë nuk është e thënë me se s'bën dikush të ju ketë bërë diçka, thjesht diçka ka mbaruar dhe pik. Okej, kështu që keni parasysh me këtë pjesë. Për sa i përket ditës së diel, tani ka dhe nga ta prej jush që janë mirë në marrëdhënien e tyre, po takojnë për herë të parë, do dalin për një darkë, do njihen çik më mirë, kështu që bëuni gati për një takim, ju që jeni vetëm dhe po njihni dikë të ri. Duket se do ju ftojnë në një darkë, e cila ka për të kaluar shumë bukur dhe them se ka për të çuar në gjëra të bukura dhe në vazhdimsi. Për ju që jeni çift dhe keni haruar çik se si është të jesh, nuk e di, në një marrëdhënie çik më të shkujdesur, atëherë po, duket se edhe ju e keni një moment shumë të bukur gjatë ditës së diel, kështu që kujtoni ato kohët e vjetra dhe mundoni të rindizni atë flakën e cila sikur ishte jo shuar, po ishte ulur çik intensiteti këto kohët e fundit. Kështu që kështu edhe për ju, java e bukur është, nuk është e keq, sill goxha sukses dhe mundësi realizimi, kështu që ja të shohim se si do ju vej.